sheshet, dhe më thonë, është si via urbane, via ndërtimit, e dini që të sheshën, janë gjithën ndërtesit më një, dhe në ndërtes ma në anë në më jartë. Këtu jenë thuj edhe të via, dhe që gjërat të cilat të zonë në kohën në foto dhe në kohën e qeverisjes Lodokës nuk kanë qenë. Nuk e lu, ato jenë bërë ndërtimi pa leje, për nuk është bërë leje ato kësë dashnë në leje. Të pashdo me normalës pare që jenë bërë në leje kësë dashnë në bërë leje. Edhe kandidatëve të tjerë, zoti Batiri, ju kandidoni për partinë AKR, pra prioritetet tuaja, dy në shoqërimin të besoni. Po, spari e mënërin që të përshëndes gjithë kolegët e mi dhe të jure sukses në të ardhmen, dhe këtë lësë që të jenë ferë, dhe kusht fiton, letë fiton. Unë të ndërënën dhe nësën të ndërënën dhe për të ndërënën në këti fiton. Ka shumë në biznes, po. Prioritet një në këtu. Kërën e zonës e një ekonomike, kërën e fakultetit publiko-privat, përmësinë e infrastrukturës dhe shërbime në qytetarëve, zhvillimi i agrikulturës, tregca dhe turizmi malor. Si prioritare kanë zhvillimin e agrikulturës dhe punësimin. Si do ta bëni sa më konkretisht? Por një, e kam dy kompani të fuqishme në Evropë, e cila e kanë vetëm licencë që të importojnë nga Azia për në Evropë në disa produkte, dhe ka arkuar që të thonë stop importit nga Korea, nga Japonia, nga Kina, dhe të këthejnë të bëj këto kompani në Mitrovic dhe të bëj importin prej Kosovës. S'ka do mërë, s'ka do provohet? Dhe përruan pasve këpurëve, që të pura më të vjashme në botë, dhe nuk përruan asë në Evropë, po përruan vetëm në Azi, e që në plasimin e bëj, të në thashë në pare bëj vetëm në, dhe këto kushtojnë në tërsi, dhe kompaniqën e 4 milion euro, të cilët investimit të tonë, dhe në rrënë të një të një Kush do të investoj? Si do të duket investimi? Investimi është në pak të vetëmi nga Japonia dhe nga Korea, në konsistore kompanit të një, dhe ne kemi në kontrakt, e kemi projekte të gatshme për të implementuar, dhe ato do të janë në Kosovë, një kompani e cila nuk ka dyft të shpëtoj London unës në Kamenic, dhe aja i gjeneron 500 dhe punë, dhe të tjerat do të bëhen në Mitrovic. Këtu e në të që do ndodhen. Por, kompanit të një, të cilët i kam në kam 220 partneritet, në 220 kompaninë, kuja që në gjatë në të qeshme në edhe, dhe në partneritet që i kam partnerit të një, do të bëjnë 12 të tjera, të cilët sigurisht që do të gjeneruar punë dhe kuj ka pasë në punë kontor. Pas që po flasim për biznes i cili është privat, pra, dhe biznesi shikon edhe zonërimin e të ardhurave për vete, jo vetëm krijimin domosdoshmërisht të vendeve të punës. Këto mund të bëhen dhe të vinë këto investime edhe në qoftë se ju nuk bëni kryetari i komunës. Po, unë thërmar për të investuar nuk e mërë për të kandiduar, por ndodhe ajo që kandidova, se këto e marë zotëri Arne Kasrate dhe komisionitar për të investuar në Mitrovic, dhe nuk e marë për të kandiduar proprietar, por ku marë për të investuar. Dhe kjo punë të vërtetë në dhe se në zona kryetari komunës, në dhe të investoj, sa të janë në shkollë dhe ato vetëm gatshëm për implementim. Për cilat do të jetë vlera ashtu apo Mitrovicën nëse ju jeni edhe kryetarët? Sigurisht